Përshëndetje, kurbanin për Bajram a bon me e pre, mos me e shpërnda, jo për lakmi, po për buzet. Përshëndetje, atëherë, përsa i përket kurbanit. Nëse rrethi i ngushtë që ke e për buzin, shiko ke njerëz më larg. Shiko ke rreth më larg, një lagje më larg, një vend më larg pra ku nuk e për buzin. Sepse profeti a.s. në hadithin që transmetohet tek Muslimi, përmend duhet të saddaku dhe jepni pra sadaka. Kështu që kur të presësh kurbanin, pra një pjesë me ja dërgu të njerëzve pra që janë nevojë. Dhe normal, e mira është që ta ndash në 3 pjesë. Një pjesë për vete, një pjesë e jep dhurat dhe një pjesë e jep sadaka.